Mirëmbrëma të gjithëve miq, kampionati i kategorisë parë në fakt po bëhet gjithnjë i parashikueshëm, në fakt me rezultate që pothuaj të gjithë si dinë janë fitojnë skuadra që deri pak kohë më parë nuk merrnin as rezultate në shtëpi, ndërkohë që kemi lojtarë që ecin dhe gola që duken qartë se janë pasojë e një neglizhence kolektive. Pa harruar faktin e promovimit të rinjve nga disa skuadra që luajnë kundër pretendentëve për promocionin me standarde të ndryshme. Sikur mos mjaftonte vetëm kjo, në fakt ka ndodhur edhe një ngjarje e rëndë përpara takimit mes Sopotit dhe Pogradecit në Krujë. Autobusi i skuadrës Sopotit është ndalur nga disa persona të armatosur, të cilët kanë kërcënuar futbollistët përpara takimit, gjë për cilin Sopoti ka bërë edhe një kallëzim penal. Po për gjitha këto do të flasim pikërisht në mbrëmjen e sotme me të ftuarit e emisionit e Hëna Sportive, duke filluar me trajnerin e Pogradecit Gentian Stojku. Mirë se erdhe në studio, Stojku. Mirëmbrëma. Shumë shpejt u vendos gishti i këtij incidenti mbi Pogradecin. Atëherë, mua më takon që normalisht në emër të klubit Pogradecit të distancohem absolutisht në qoftë se është një ngjarje e vërtet, por mendimi personal them që nuk është e vërtetë si ngjarje, ndoshta është një trillim ose inskenim nga ana mund të jetë inskenim nga ana e Sopotit. Megjithatë ne kemi të ftuar një futbollist të Sopotit, Ilir Kastrati, mirë se erdhët në studio. Ju keni qenë prezent atje, një ngjarje vërtet e frikshme, duhet thënë, për të përballur përpara ndeshjes. Po ishte shumë e frikshme. Ne gjithë çunat u stresuan para ndeshjes, edhe nuk kishim domethënë mendjen për ndeshjen. Por momentin derisa u futëm në ndeshje dhe tham do lozim këtë ndeshje dhe çfarë bëhet. Pra nuk është se ndikoi incidenti i ndodhur përpara takimit në fushë. Nuk kishte vetëm ajo. Do thonë kishim edhe të tjera, do thonë nuk kishim edhe ne të ditën më të mirën tonë. Do të flasim sigurisht më pas gjërësisht në lidhje me çfarë ka ndodhur pikërisht përpara takimit Sopoti Pogradeci, por edhe për 90 minutat e fushës që kanë nxjerrë fitues Pogradeci. Gjithsesi mirë se erdhën në studio edhe Koreshi, futbollisti i Kastriotit. Ishte një nga rezultatet që ndoshta prishi atë parashikimet eksakte të javës 22 për grupin A. Ishte barazimi pikërisht minutat e fundit mes Burrelit dhe Kastriotit, gjithsesi ju iku fitoria nga duart, por jo vendi i parë Koreshi. Po, normalisht jemi përsëri në krye dhe kjo na bën akoma më të fortë. Normalisht ka ndeshja akoma dhe deri në fund do bëjmë detyrën tonë që dalim Superligë. Besar Bozgo, i ftuar në emisionin e sotëm, në lidhje me gjithçka ka ndodhur, ju e keni trajtuar edhe në gazetën ku punoni në Panorama Sport, sigurisht jo vetëm aleancat, por edhe incidentet që kanë ndodhur pikërisht në Sopoti Pogradeci. Por Besar, kemi folur deri në këto momente për një kampionat mjaft interesant, por kjo fazë e tretë duket se po bëhet gjithnjë më e parashikueshme. Mirëmbrëma fillimisht. Ky është një fenomen që ndodh prej disa vitesh dhe vetë aktorët e kësaj gare e kanë denoncuar edhe në rastet e mëparshme edhe tani. Sigurisht janë të pashmangshme aleancat që i quajnë dhe tolerimet. Në një farë forme, aleanca ose tolerimi është trukimi ndeshjes, pavarësisht se ti e bën për përfitime financiare apo përfitime ti, luan dhe për një rezultat që dihet. Këto janë fenomene që e dëmtojnë garën, mendoj unë. Megjithatë ka dhe ndeshje të drejta dhe të forta, siç kemi parë. Rasti më konkret, ndoshta po them një rast që më kujtohet tani, që është flagrant i kësaj jave, ishte ndoshta denoncimi që i bëri trajneri i Butrintit ndeshjes Lushnja Elbasani. Dhe tha që do ta shihni që Elbasani ka për të fituar në Lushnjë dhe realisht ashtu ndodhi. 2-0 për Lushnjën, 3-2 për Elbasanin, në një kohë që Elbasani deri në këtë moment kishte vetëm një fitore. Është shumë e dyshimt se si ka rrjedhur si ngjarje dhe këto janë pasaj ato që duhet të hetoj Komisioni Etikës, organet e tjera, federatat e reagojnë. Dhe kjo javë për folur, në fakt, vjen pikërisht në momentin kur Komisioni Etikës duket se u shplyros dhe vendosit marrë shqyrtim deklaratat, relacionet, të dhënat, gjithçka që vinë nga fushat e kategorisë parë, ku palët akuzojnë njëra tjetrën, po thuaj se kemi një kaos, sepse të gjithë akuzojnë të gjithë, dhe jemi akoma në kuadrin e fjalëve. Realisht është një lloj kaosi. Po, deri tani jemi në kuadrin e fjalëve dhe ato që bëjnë akuzat të dyshimta dhe për të hetuar janë fakti që vinë vetë nga aktorët, nga trajner, nga administrator, nga lojtar, nga shefa klubesh, gjithë ta që përbëjnë
aktorët e Të gjithë futbollit ngrenë zërin kur janë pjesa e viktimës dhe kur janë pjesa fituese nuk ndjen. Me emra konkret. Përveç pasaj akuzave për korrupsion, tentativ korrupsionit të lojtarëve, ato janë gjëra që ndoshta asnjëherë nuk mund të zbardhen. Okej, për të futur në brendësi të ngjarjeve, shohim grafikisht rezultatet e arritura në javën e 22 për grupin A. Erzeni Mamurasi 1-2, Kamza Korabi 3-4, Besa Beslidhja 0-2, Bureli Kastrioti 2-2 dhe Iliria Ada 3-0. Vazhdon të kryesoj i vetëm Kastriotin kuotën e 50 pikëve, ndjekur nga Beslidhja vetëm me 1 pikë më pak, ndërkohë që Korabi ka ngushtuar diferencën dhe është ngjitur në kuotën e 47 pikëve. Erzeni 32, Kamza 30, Bureli dhe Besa 25, 21 Iliria, 15 Mamurasi dhe Ada në fund në kuotën e 12 pikëve. Kjo pra panorama e javës e 22 të kampionatit për grupin A, ndërkohë që kemi pra një ngushtim të hendekut mes Kastriotit kryesues që është ndalur surprizisht vetëm në minutat e fundit të lojës nga Bureli në një barazim 2-2, kanë përfituar me njerë Beslidhja dhe Korabi që kanë ngushtuar pra diferencën duke bërë edhe më emocionuese garën në këtë grup në javët e mbetura. Ndjekim pikërisht 3 kronikat e para. Barazimin në 2-2 në Burel mes Burelit dhe Kastriotit, përgatitur nga Dëfrim Metasani. Beslidhja fiton në Kavaj me rezultatin 0-2, ndërkohë që Kamza humbet me një ndeshje rokamboleske 3-4 për balë Korabit. Ndjekim dhe Erkan Çutrën dhe kthehemi sërish në studio. Bureli frenon Kastriotin duke hequr 2 pikë dhe duke hapur garën në kategorin e parë në grupin A, me një barazim golesh në stadiumin Iliri Ballabani. Ishte një takim që vlerën dhe emocionet i morin në pjesën e dytë, ku dhuroi jo pak, por 4 gola. Pjesa e parë ka qenë me epërsinë e miqve, por që rastet e shumta të Hysës, Çutrës, Domgjona dhe Alibejt nuk janë shfrytzuar si duhet. Por edhe vendësit s'kanë qenë duar kryq, sepse me Kaloshin dhe Ajazin e Mellugjen kishin mundësi për të ndryshuar shifrat. Pjesa e dytë sjell ndryshimin e madh. Kjo pjesë nis me një rast të Hysës, por që nuk është finalizuar si duhet, sepse si duket minute e 59 rezervoi të parin emocion të këtij takimi, kur kapiteni Kaloshi mjeshtrisht godet nga pika e bardhë dhe e shënon golin e parë, pas një 11 metrësh të dhënë për vendësit. Bureli udhëheq, por që krutanët shpajtohen me humbjen. Pas një rasti të raboshtës vjen dhe goli i Malos në minutën e 69. Pas një topi nga krahat, ai nuk fal dhe vendos ekuilibrin në 1-1, si gjahtari i njohur golash që është. Nuk kalon shumë dhe skuadra e trajnerit Elvis Plori përmbys sërish shifrat me anë të një 11 metrësh të dhënë. Është minuta e 77 dhe raboshta nuk fal në raste të tilla, duke kaluar ekipin krutan në epërsi 1-2. Tifozët vendës kërkojnë rezultat dhe atmosfera ndizet sërish. Pas një rasti të pastër në minutën e fundit, është Ajazi që në minutën e 2 të shtesës vulos barazimin në 2-2. Tashmë sulmuesi Burelas nuk ka gabuar. Gabimi i rënd i portierit Mik Lamellari bën atë që vendasit të gjejnë barazimin dhe të mbyllën gjithë ndeshjen në rezultatin 2-2. Ato forca që kemi i kishim sot për fat, i kishim në dispozicion, do mundu me bëjmë më të mirën. E zgjidhëm me penalti, por vetë ndrojtja e tërheqja më shumë se duhet lojtarë për të marrë rezultatin, boni edhe me gabime. Më vjen keq mënyra se si shkoi loja, sepse është i dytë ndeshje si ne po e falim rezultatet, falim 2 pikë. Dhe është për të ardhur keq sepse ne synojmë Superligën dhe kur një skuadër synon Superligën duhet gabojë sa më pak. Beslidhja imponohet në Kavaj përballë Besës 0-2 dhe tashmë e sheh veten vetëm 1 pikë larg Kreut, pas dhuratës së papritur që vjen nga Bureli. Në fakt lezhjanët nuk kishin hequr dorë nga objektivi i tyre dhe tekniku Samuel Nikaj i kishte idetë e qarta për sfidën kundër verdezimve. Linja ofensive e Beslidhjes Gjorgjevic, Bajç, Hajdari, që në fillim vendosi në panik prapa vijën e Besës, që duhet të bënte pa dukën Duron e Bajazitin. Gjyla kërkonte një provë bindëse nga të tit, por nuk ka ndodhur kështu, ndoshta edhe për shkak të golit të shpejtë të Gjorgjevic. Serbi i shpëton pozicionit jashtë loje, kalon dhe Rodgers përpara se të shënojë golin e avantazhit. Kavajasit nuk reagojnë dhe Beslidhja mundohet të shfrytëzojë momentin, duke vendosur e gjitha në gjysmë fushën kundërshtare. Nuk mungojnë rastet për lezhjanët që mund të kishin dyfishuar shifrat në të 35-ën, por as Bajç as Kamara nuk devijojnë dot topin në portën e Amerikanit të Besës. Në të vetmin rast ku janë shfaqur në anët e Bejtes, verdezin mund të kishin të shkuar, por Hasa bën më të vështirën në krosimin e saktë të Çelagës, duke dërguar topin mbi travers fare pranë portës.
Një gol nuk mjafton për të qenë i qetë dhe Beslidhja e kupton mësimin dhe rifillon lojën me gol. Në të 48-ën Kamara futet në zonë dhe pengohet në momentin e goditjes, gjë që për Jubicën është 11 metësh. Protestojnë kavajasin ndaj vendimit të gjyqtarit, por kjo nuk e pengon Bajç të shënojë nga pika e bardhë. Goli i 16 për shtatlartin serb që i jep sigurinë e rezultatit nikajt në pankinë. Megjithatë, Beslidhja nuk heq dorë nga sulmet për të mos i dhënë asnjë mundësi kundërshtarit të rifutet në lojë. Nuk arrin asnjë moment skuadra e Gjylës të dalë në lojën e zakonshme, gjë që sjell nervozizëm jo vetëm tek trajneri, por edhe tek lojtarët në fushë. Merr 3 pikë që kërkonte Beslidhja në kavaj duke u ngjitur në kuotën e 49 pikëve, një larg Kastriotit kryesues. Ndërkohë që performancë për t'u harruar e Besës e zbret skuadrën kavajase me 25 pikë në vendin e 6. Ishte një ndeshje që me thënë drejtën për t'u harruar. Pa diskutim që ishim përgatit për të luajtur me një skuadër mirë, siç është Beslidhja, me një skuadër të rrumulluar dhe ndërtuar mirë, të ndërtuar për Super League, gjë që pëlqeu, por mendoj që jemi ne ata që ja kemi bë të lehtë fitore. Absolutisht që Beslidhja gjatë i kampionatit nuk ka pas asnjë ndeshje vështirë. Në kuptimin e fjalës në letër, sepse është ekipi më i mirë i kategorisë. Edhe këtë kam shpreh qysh se kam pa marrë ekipin e Beslidhjes. Kam pas gjithmonë simpati për këtë ekip, për mënyrën e organizimit, për lojtarët që janë këtu. Megjithatë, unë e kam theksuar edhe vazhdoj ta theksoj që ne kemi besim vetëm tek puna jonë. Korabi fiton dhe shpreson për ëndrrën Super League. Skuadra Dibrane ka gjetur suksesin në Kamës me festival golash, plot 7 të tilla në këtë sfidë. Ajo humbje në fazën e dytë duket një kujtim i largët që në këtë takim gjithçka ka qenë thuajse perfekt për Korabin. Rikthimi i Mziut në repartin e mesfushës pas pezullimit i ka dhënë më shumë qetësi skuadrës së Mehmetit që nuk u lejoi hapësira kundërshtarëve dhe krijonte kundërsulme mjaft të rrezikshme. Por ato që tregojnë diktatin e parë në fushën e lojës ishin vendasit, teksa në minutën e 26 me mesfushorin Ymera i godet me kokë pas arkimit të Gjonaj në poshtë portierin Kotori dhe 1-0. Festa e lojtarëve të Kamzës nuk zgjat as 60 sekonda pasi përmisht mendon sulmuesi Guri që baraspeshon gjithçka dhe çon në fest ato sportdashës që kishin mbushur shkallët e stadiumit. Gjithçka nis nga fillimi për vendasit që e përfundojnë në mënyrën më të mirë, kur sulmuesi Mehmeti godet fuqishëm dhe çon shifrat në 2-1. Por golat nuk përfundojnë këtu pasi është sërish sulmuesi Guri në minutën e 34 që barazon shifrat me një gjuajtje brenda zonës. Loja vazhdon të mbetet e hapur me të dyja skuadrat që nuk njohin më strategji dhe 4 minuta para përfundimit të pjesës së parë është Kaloshi që ndëshkon ekipin e vendlindjes dhe kalon në epërsi Kamzën 3-2. Fraksioni i dytë nis me të njëjtën ritëm nga të dyja skuadrat që janë në kërkim të golit, por më këmbgulëse duke skuadra mike që ndollet më shumë në fazën e sulmit. Ekuilibrat prishen ku gjyqtari Blerim Ziri nxjerr kartonin e dytë të verdh për Alvaro Bishajn, por edhe pse me 10 lojtarët e Korabit nuk heqin dorë nga sulmet, ku traversa e Mziut në të 65 minutë shpëton skuadrën e Kamzës, por jo tentativën e vlonjatit Bega që çon topin në rjet dhe baraspeshon gjithçka. Kur kishin mbetur dhe 20 minuta nga përfundimi i takimit, Guri plotson tripletën e tij që shkon në kuotën e 16 golave. Gjithçka mbytet në këtë takim me vendasit që dalin kokë në këtë përballje, ndërkohë në kampin Dibran duke se gjërat po shkojnë në mënyrën e duhur pas kësaj fitoreje të madhe ndaj Kamzës. Nuk arrit ta kuptoj skuadra se si vendoset në fazën e mbrojtjes dhe 3 gola që kemi pësu, kemi bërë vendosje gabim dhe i kemi dhënë mundësinë kundërshtarit që dali 3 herë në avantazh. Por të paktën shpresoj dhe të vazhdojmë me të njëjtin karakter që të kalojmë përmbysim me të njëjtin mentalitet që tregum sot që përmbysëm Kamzën. Jemi rikthyer sërish në studio. Një trajner që kritikon performancën e skuadrës tij, gati e quan diletant, ndërkohë që shohim gjithmonë më tepër Besar, siç e thash dhe në fillim, lojtarë që ecin, gola që çalojnë atë dinamikën e aksioneve normale. Me sa pam nga kronika, ndeshja Kastrioti Bureli, u duk normalisht, domethënë, edhe Bureli barazoi në fund për shkak të gabimit. Kastriotin të javë mendoj se e penalizoi vetëm gabimi i portierit. Fitoria e Beslidhjes në Kavaj më duk normale. Ajo që më bëri përshtypje ishte fitoria e Korabit në Kamës, pavarësisht se me 10 lojtarë arrin të përmbysi gjithçka në
15 minuta, në një kohë që goli i tretë duke ishte shumë, do të thënë 3-4 mbrojtës të Kamzës që rinin aty mbrapa sulmuesit, askush nuk ndërhynte, edhe goli i katërt shumë i dyshim, do të thënë. Vetëm ajo ndeshje që me aq sa pam nga kronika ishte shumë për të diskutuar. Megjithatë, ndeshja e vetme që theu parashikimet ishte barazimi juaj Koreshi me Burrelin pikërisht në minutat e fundit, ndonse mund ta kishit marrë rezultatin, fakti tregon që kjo ishte ndeshje e luajtur. Po, me sa pam aty, besoj se po, për fat keq ne lam 2 pikë për minutat e fundit, normal gabim njerëzor i portierit, masa dhe terreni mund të kenë ndikuar. Po këto janë gjëra që ndodhin në sport dhe gjithsesi ne jemi 1 pikë para dhe do bëjmë maksimumin për ta marrë deri në fund. Okej, një gabim i portierit, po tashmë kam përshtypjen që e keni kalendarin pak në ngjitje, paktën në ato llogaritë skuadrave që kanë objektiva dhe atyre që nuk kanë. Duket sigur tashmë e keni kaluar atë pjesën e favorizuar të kalendarit dhe jeni ju që e keni më të vështirë. Çdo ndeshje është e vështirë për ne, se ndeshjet e fundit çdo ekip ka pretendimet e saj. Ne kemi tonat për të ngjitur, kështu që marrim ndeshjet 1 nga 1 dhe normal ja lëm ndeshjeve direkte. Çfarë ndodhi në Burrel përveç atij gabimi, sepse ju jeni një skuadër që i limitonin maksimum ato gabimet që mund të bëhen, por më tepër që edhe ju si fizionomi e skuadrës jeni agresiv deri në fund dhe rrallë e prisni kundërshtarin gjysmëfushën tuaj, ndryshe nga sa ju ndodhi në Burrel. Normale, fusha Burrelit si dihet më që është shumë e fortë të tensionuar, por them drejt ishte shumë fair play, ishte një ndeshje sportive. Normal, tani ku jemi fund, ekipet e ri që disi për të mbrojtur rezultatin, ne kishim favorin që e kthyem ndeshjen dhe ajo na bëri që menduam se fituam, ajo na dënoi, pastaj edhe normal gabimi njerëzor që. Qartë. Besar, çfarë po ndodh me kampionatin? Po kthehet pak në faza 3, po kthehet në një faks. Kemi shumë skuadra që kur i shef në fush duket larg të qenit prezent ajo gara sportive tek futbollistët. E përmendëm dhe atë faktin që ka shumë ndeshje që janë të dyshuara, ka tolerime, aleanca, kjo normalisht që dëmton garën shumë. Fakti ndoshta duhet të riparë, është hedhur ideja që të ndryshohet edhe formula e kampionatit. Se në fazën e tretë praktikisht në të dyja grupet nëse do ta shikosh, janë nga 5 skuadra, 4-5 ekipe do të thënë të mesit skuadra, s'kan asnjë lloj objektivi. Flas për grupin A, edhe A dhe B, pak a shumë. Erzeni, Kamza, Burreli, Besa dhe Iliria janë pothuajse skuadra pa asnjë lloj objektivi dhe vetëm Amurasi dhe Ada ishin skuadra që luanin për mbijetesë dhe treshja përpara. Ndërkohë që në grupin B paktën 2-3 javët e fundit doli nga gara dhe Apolonia dhe u bën 5 edhe aty skuadra që nuk kanë asnjë lloj objektivi dhe këto janë ato pastaj që dëmtojnë garën. Dhe kjo është ajo pjesa ku na del Stojku mund ndihmosh, kjo është ajo pjesa që spikat dhe del ajo fjala aleancë, sepse janë skuadra pa objektiv dhe deri diku paragjykohen. Faktikisht këto gjëra kanë ndodhin dhe në grupin ton, ku ka ekipe që vërtet mendojnë që kanë siguruar mbijetesën dhe pastaj kundra një ekipi ndryshojnë fytyrën, bëjnë shumë tegër dhe kundra një ekipi tjetër pastaj janë shumë buzëqeshur në fushën e lojës. Thash edhe më parë se ajo pjesa e promovimit të trinjve, një skuadër luan kundër një skuadre tjetër me të rinj për t'i promovuar dhe javën tjetër luan me titullarët se nuk i pëlqen promovimi i trinjve. Mund na thot diçka më shumë Kastrati ka përshtypjen në këtë rast. Po, sa themi ne kemi 3, domethënë edhe ju i testoni në herë të rinj. Po, mundet, është japim shansin. Sidomos ku luni me kryesuesit. Në ndeshjet jashtë varet kush është. Çdo ekip ne kur dalim jashtë, domethënë lozim, japim edhe shansi për tret, edhe lozim edhe ne. Koreshi edhe ju jeni për kohë. Kastrat, duhet ta dish që ju i keni gjitha ndeshjet jashtë. Janë skuadra vetëm bashkë me Erzenin që i luajnë gjitha ndeshjet e transfer. Do mundohemi domethënë tek te klasifikimi që jemi ne tash, është bërë shumë egër edhe për ne. Tani e keni të vështirë çështjen sepse gati po përfshiheni në zonën e ftohtë renditjes. Koreshi dhe ju jeni përfolur për aleanca, po kjo javë tregoi që ju nuk ishit pjesë aleancave që u shfaqën
tek ndeshjet e tjera? Po kam lexuar gazeta, shumë nuk e di atë nuk është sidomos që ndeshja fundi e tregoi që s'ka toleranca, nuk e di, ndeshjet e tjera më pas me çfarë pash, duken që ishin shumë të lehta realizimet e golave. Më duket se po luani ndeshje servitore. Besar? Dhe kur e thot vetë një futbollist të më tepër, sepse reagimi që mund vinte nga Federata e Futbollit ishte Komisioni Etikës që vendosi më në fund të mblidhet për herë të parë që kur është përzgjedhur dhe të shqyrtoj, nuk e di çfarë shqyrtimi do të bëj, faktet, deklaratat e tjera. Andoshta ka ardhur koha që të shkoj një hap më tej kjo pjesa, mos mbetet vetëm te Komisioni Etikës, po të shojmë edhe përmes prokurorisë, për të qenë më serioz lidhje me këtë situatë që po bëhet gjithmonë më shqetësuese. Po, jo vetëm në rastin konkret që është kategori e parë, po dhe në superiore dhe në futbollin shqiptar është një sëmundje e vjetër kjo tashmë, po me që jemi në rastin konkret, sigurisht që duhet ndërhyjnë edhe organet e tjera, se e vetë me Komisioni Etikës se ka shprehur disa herë dhe kanë thënë antarët, kryetarit e gjithë që ne kemi vetëm aspektin sportiv, mund të dënojmë ekipe lojtarë siç janë dënuar, po vetëm kaq përfundon aty. Më pas kjo histori vazhdon përsëritet, në një kohë që duhet të ndërhyjnë edhe organet e tjera, po mendoj se është... Kemi raste dhe kur është dyshuar për një trukim të rezultatit dhe janë dënuar vetëm një apo dy lojtarë. Është e pamundur që një apo dy lojtarë... Ndeshja ka qenë e trukuar, se e kanë nxjerr komisioni dhe janë dënuar vetëm dy lojtarë. Është e pamundur që një apo dy lojtarë të trukojnë, në mos gaboj Stoku, një ndeshje. Unë nuk është një pyetje që më takon të përgjigjem unë punën time jam mjaft korrekt dhe nuk... Më nuk po flasi trener, ke qenë dhe futbollist. Absolutisht, kam edhe si sportist. Gjithmonë kam qenë sportist korrekt në punë dhe në lojë. Nuk mund t'jap një... Ose nuk është detyra ime më mirë, flas për... Okej, atëherë, nëse nuk mund t'japësh një opinion për këtë, po të pyet diçka tjetër. Është folur, janë akuzuar palë të ndryshme, skuadra të ndryshme të përfshira, aleanca të ndërthurura, interesat ndërthurura, po gjithçka mbetet në kuadrin e fjalëve. Është përfolur për marrje rishfeti ose dhënie rishfeti ose propozim rishfeti. Është përfolur për një tolerancë ndeshjesh. Është përfolur për ndikim në rezultatin e kundërshtarit direkt. A duhet mbaj përgjegjësi dikush edhe për këto fjalë në rast se nuk provohen? Atëherë, unë jam trajner dhe ka njerëz tjerë që unë mendoj që duhet merren me këto gjëra, por nuk mund të lë pa përmendur ku shikoj po ta marr konkretisht ekipin e Dinamos që ishte mjaft i karikuar me ndeshjen tonë dhe shoh ekipin e Dinamos me golat që paqë përmjet faqes internetit, lojtarë inekzistent në fushë. Këtë mund ta them me plot gojë. Për çfarë ndeshje? Me luftëtarin. Me luftëtarin, po ja. Ajo ndeshje mund ta ndiqje drejt për drejt në TVSH2 dhe TVSH Sport, sepse është transmetuar vetë në ndeshje. Po, golat i paqë dhe mu dukun lojtar që rrinin në fushë. Jo, golat e dytë realisht, dy golat e parë profesor ishin spektakolar. Jo, shiko. Po ti shohësh kam qenë vetë në stadion dhe e kam parë. Besar, po ti shohësh me vëmendje golat nga mënyra e ekzekutimit. Kanë qenë gola shumë të bukur, por shiko, ekipi mundështar, lojtar që nuk bëjnë asnjë përpjekje për t'i ofruar. Të mos kalojmë që mos jetë aq i lirshëm në ekzekutimin e veprimit. Stojku, të mos kalojmë. Atë ka pas dhe mungesa Dinamo, të jemi realisht. Shiko, Stojku, 8 mungesa kishte edhe Pogadeci. Stojku, të lutem të mos kalojmë në një fenomen të goditet vetëm një klub. Është në tërësi. Deklaratat janë dhënë jo vetëm nga Dinamo, po janë dhënë edhe nga Pogadeci, janë dhënë edhe nga Luftëtari, edhe nga Turbina, edhe nga Elbasani, edhe nga Lushnja, edhe nga Butrinti. Tani, a duhet të mbajnë përgjegjësi njerëzit që i thonë, sepse ata që i deklarojnë janë ose drejtues klubesh, ose trener, ose lojtar, a? Vetë aktorët. Jo, absolutisht. Është drejt dhe unë mendoj që duhet më, por nuk besoj që ke dëgjuar në një nga drejtuesit e Pogadecit që thot gjëra të tilla. Jo, ka thënë Ylli Çekiçi, për shembull, drejtori teknik, ka thënë, jo, për këtë se ka thënë që ekzistojnë aleanca ashtu, po 2 vjet më parë ka thënë kemi lënë ndeshjen Dinamos. Jo, nuk kam qenë, nuk ka thënë. Po pra, nuk kam qenë. Jo, unë nuk kam qenë, po si mbas informacioneve që kam thënë. Po pra, kanë lënë ndeshjen Dinamos. Ato që kanë qenë. Dhe të drejtën nga thënë, se nga 2-0 tha, kaloi 3-2 për Dinamo. Dinamo është thuar tha që lëmë ndeshjen. Unë nuk kam qenë pjesë asaj, tha, por ajo që u pa. Mi pra, është një deklaratë e një drejtuesi
të Pogradecit në këtë rast, sepse ta thash janë shumë drejtues klubesh, trajner apo futbollistë të klubeve të ndryshme që akuzojnë. Problemi është ndihmojnë edhe futbollistët këtu. Kur diçka nuk provohet, a mban përgjegjësi ai që i thot? Dhe e dyta, nëse ai që i thot ka prova, pse nuk ndërmerr një veprim ligjor? Ose pse gjithmonë Besar deklarohen pas ndeshjeve? Jo, ai Butrintit e deklaroi një javë përpara që ta fiton Elbasanin në Lushnjë. Po, ai Butrintit harron që edhe ai homologu i Elbasanit e dinte rezultatin e ndeshjes kur Butrinti shkoi në Gjirokastër me rezervat, apo jo? Sigurisht, edhe për atë kam banë përgjegjësi dhe ai është përgjigjur. Kështu që këto ai harron edhe tjetrën që zëvendës ministri Bronxhëm. Jo, dhe për atë është përgjigjur, po, për ndeshjen me Luftarin. Po si? Është përgjigjur dhe ka thënë që unë i ruaja lojtarët për ndeshjen me Turbinën. Unë nuk e kuptoj si një skuadër futbolli, si kuptoj si duhet të ruash lojtarët ti kur ke një ndeshje direkte këtu një herë dhe merr maksimumit e kësaj ndeshjes. Si u ruan këto lojtarë? Unë nuk kuptoj. Ajo ndoshta është dhe praktike e njohur. Si trajnerë në përbot me sa shumë rotacioni. Rotacioni bëjnë vetëm kur janë siguruar totalisht në objektivat që kanë. Që të mos kalojnë rotacion kur të mos kalojmë nga njëri grup në tjetrin sepse do të flasim dhe për grupin B. Mund të ndjekim dy momente të diskutueshme në takimin mes Besës dhe Beslidhjes. Janë pikërisht momenti 11 metrëshit në favor të skuadrës lezhiane. Është pengimi Kamara në zonë. Koreshi? Penalti besoj. Penalti. 11 metrësh? Po. Kastrati? Po, edhe mund duket 11 metrësh. Stojku? Atëherë nuk më duket aq e qartë për 11 metrësh. Sepse vërtet ai lojtari ka bërë një lëvizje me këmbën, por nuk e shoh që të ketë prek lojtari. Besar, do shta dinamika e aksionit? Mendoj më shumë si shto trajner simulim më shumë. Ai vërtet e ka zjerë këmën ai mbrojtësi, ndoshta nuk më duket. Nga qa shohim tu, po ta shikosh ai mbrojtësi? Më shumë më duket si simulim se sa si penalti. Në dinamik në jetës sipër, aty arbitri ka dhe shumë të vështirë që të ashtu. Ndoshta dinamika e aksionit është gënjyse në të Po, gënjyse për arbitrin, realisht. Atë doja të thoja që në pamje të parë ajo t'jep idenë sikur ai lojtar ka bërë, por faktikisht me çfarë shikoi ai lojtar vetëm sa ka prek këmbën tokë dhe nuk ke shikoj që të ketë bërë një faull aq flagrant sa për 11 metrash. Kemi edhe një ndërhyrje në këtë takim që mund ta shohim tashmë, është një ndërhyrje e futbollistëve të Beslidhjes në dëm të një futbollisti Kavajës. Ndërhyrja është goxha e ashpër. Koreshi? E kuqe. E kuqe? Po normal. Kastrati? Po shumë e ashpër, unë besoj e kuqe. Gjyqtari këtu ka vendosur vetëm për një karton të verdh, duke i lënë skuadrat në barazit plot numerike. Stojku? Ajo është, me fjalë, ajo është një veprim që nuk ka nevojë për të komentuar besoj. Besar? E kuqe pa diskutim. E kuqe pa diskutim. Shumë rënd si ndërhyrje. Okej, këto ishin dy momentet e dyshimta pra në takimin mes Besës dhe Beslidhjes. Ndërkohë që është momenti të kalojmë tek dy kronikat e tjera, fitoren e Mamurasit në përballë Erzenit pra 1-2, por edhe Iliria Ada 3-0 fiton në skuadra fushkryese, një ndeshje mjaft të rëndësishme për paktën për zonën e play-offit sepse fiton përballë skuadrës vendit fundit. Erkan Çutra dhe Erga Kryasi dhe materialet për na. Mamurasi vazhdon shkëputjen drejt fundit të klasifikimit, teksa ka regjistruar dhe fitoren e radhës përballë Erzenit me shifrat 1-2. Goli i Pergjinit dhe Mausi ka dhënë një 3 pikësh me mjaft vlera skuadrës së Mamurasit. Në fillimin e takimit të dyja skuadra studiojnë njëra tjetrën, ku duhet thënë se pjesa e parë nuk ka prodhuar gola, por as raste të shumta nga të dyja ekipet. E dyta nis më mirë për misht, kur sulmuesi Pergjini finalizon në mënyrën më të mirë dhe çon shifrat në 0-1. Tashmë shijakasit pa objektiva nuk ka impenjimin e dur, megjithatë sulmuesi Rezi që edhe në këtë takim nuk del pa shënuar që baraspeshon gjithçka. Po 7 minuta nga përfundimi i takimit është Mau që shënon dhe kalon në avantazh skuadrën e tij. Përfundon dhe ky takim me Mamurasin që siguron një fitore me shumë vlerë në luftën për mbijetesë.
Iliria rikthehet tek fitoria të munguar prej javësh. Fushkrujasit kanë mundur radhën 3-0 dhe misioni mbijetesë për miqt bëhet gjithnjë më i vështirë. Një pjesë e parë në nivelin mesatar, ku rastet për shënim ishin të pakta. Sinjali i parë vjen nga vendasit që tentojnë portën me anë të Selacit, por pa rezultat. Por sëri është Iliria që krijon më shumë volum loje, por has në rezistencën e Adës, që nuk krijon hapësira në zonë. Pavarësisht dëshirës së vendasve për të shënuar, asgjë nuk ndryshon në 45 minutat e para. Rrjetat mbeten të paprekura 0-0. Me fillimin e pjesës së dytë, vendasit janë më të qartë në lojën e tyre dhe dëshira për fitore është e madhe. Dhe goli vjen në minutën e 50 ku Balluku pas një krosimi në zonë për Bardhin, ky i fundit godet me kokë dhe i çon shifrat në 1-0. Goli ka çliruar vendasit, të cilët jo vetëm administrojnë rezultatin, por krijojnë dhe raste të tjera shënimi. Në minutën e 80, Leshi pas një aksioni personal shmang mbrojtësin e Adës dhe më pas portierin Hila dhe 2 fishon rezultatin. Ada e sheh veten në disavantazh të 2 golave, nuk ka forcën e duhur për të reaguar, Velipojakët tërhiqen në mbrojtje duke mos i dhënë mundësi vendasve për të thelluar shifrat. Për golin e tretë mendoni sapo futuri në lojë Mahmuti që i vulos shifrat në 3-0. Një 3 pikë është i çmuar për Ilirin që konsolidon pozitat në renditje duke u shkëputur nga vendet e fundit që të largojnë nga kategoria. Java e ardhshme rezervon një transfer të vështirë ku do të përballet me Mamurasin, ndërsa Ada pret Burrelin. Ishte një ndeshje që ne kishim vlerësuar maksimalisht, duke pas parasysh vetë pozitën e renditjes ku jemi. Një lojë, një pjesë e parë e barabartë me një rast pastër për shënim nga ekipi jon, por që në pjesën e dytë sikur në shoj edhe arbitri ndikoj në disa segmentet lojës, mund të them, se rezultati flet vetë. Normalisht ishte ndeshje shumë e vështirë sepse luajmë me kundërshtarin direkt për mbijetesë dhe normalisht më kënaq edhe fitoria më shumë se sa loja, por edhe loja. Normalisht ne e zotrom gjithë 90 minutin, por vujtëm për të shënuar deri në momentin që shënuam golin e parë. Pasi shënuam golin e parë, pastaj erdhi ishte më qetë dhe skuadra arriti të shënojë dhe ta mbylli ndeshjen me sukses. Sërish në studio, trajneri Mamurasit Sinan Bardhi në fakt në këtë studio parashikoi fitoren e Mamurasit përballë Erzenit. Po. Besoj se ndoshta e ka ditur që si e ka ditur? E ka ditur faktin që Erzeni pa objektiva nuk do jetë shumë i impenjuar e ka parashikuar diçka. Megjithatë me aq sa pam nga kronika, është ajo që diskutuam më parë, domethënë që Mamursi ka pas një ndeshje shumë të lehtë përballë Erzenit që nuk ka asnjë lloj objektivi. Megjithatë mendoj që gjëra të tilla duhen eliminuar, përderisa Erzeni ka arritur deri në 2 fazat e para të kampionatit, të ndaloj ekipe me emër, të luaj denjësisht me Kastriotin, me Beslidhjen, me Korabin, të marri pikë, të jetë deri në vend të 3 të 4 dhe në të bjeri në këtë mënyrë, në rrjetet sociale madje kanë filluar të ironizojnë me Erzeni dhe thonë një statuj të Nën Terezës ta vendosin në Shijak. Megjithatë, Erzeni edhe pse ishte pa objektiva, duhet të thonë ndaloi skuadrën e Beslidhjes edhe me 10 futbollistë, kështu që po pra duhet marrë ndoshta edhe si një episod i veçuar. Kjo është hyn pasaj Alianca, diku luan fort, është ajo që tha dhe Presori. Diku luajnë fort, diku luajnë pak më fort, diku nuk luajnë fare. A shmangin këto Alianca Stojku, se gjithmonë na dalin përpara? E në atëherë unë edhe pak më përpara e thash që nuk është detyrë ime dhe nuk mund t'jap një koment për këtë, sepse me rolin që kam absolutisht pak më të merrem vetëm me ekipin dhe me asgjë tjetër. Me asgjë tjetër. Okej, Koreshi. Në fjalë me asgjë tjetër në kuptimin e këtyre që ju po më pyesni mua. Po në këtë studio je për të përgjigjur, kam përshtypjen. Patjetër, edhe unë përgjigjem po e jap. Atëherë Koreshi? Po. Normal dhe Shijak, Mamurasi ka pas ndeshjen më të rëndësishme. Mamurasi ndeshjen më të rëndësishme, Iliria gjithashtu, Iliria bëri të tyrën, fitoi me Adën. Po, normal ndeshje direkte. Mamurasi me këtë rezultat. Shijaku normal pa pretendime. Dhe mos harroni, ju do të shkonin Mamuras, kam përshtypjen. Jo, nuk. E prisni? Jo, kemi mbaruar me Mamuras. Shpëtuat nga kjo pjesa. Atëherë kemi javën e ardhshme, sepse në këtë pikë po i gjem gjitha rezultatet. Jedhemi sy grafikisht edhe javës së ardhshme të kategorisë parë për grupin A.
Mamurasi, Iliria, Ada Bureli, Kastrioti, Besa, Beslidhja Kamza, Korabi Erzeni. Besar, rezultatet, lutem. Po, 3 kryesueset kam përshtypjen se janë njësha. Beslidhja, Korabi edhe Kastrioti, se duke parë edhe, jo vetëm faktin, po luajnë përballë ekipeve që nuk kanë objektiva. Ndeshje e fort më duket Mamursi me Ilirin, aty kam përshtypjen do luhet fort, janë të dyja ekipe, ndërsa Ada me Burelin, ndoshta Bureli mund t'i japi një shans Adës në këtë moment, megjithëse Ada do ta ketë vështirë. Në 5 ndeshje, 4 i pas kemi rezultatet. Unë plasë edhe në për ndeshje me Kastrioti me Kamza që normalisht për 3 piket. Ndeshjet e tjera pastaj Kastrioti me Besën. Po, më falë, me Besën. Ndeshje me Besën, por ndeshjet e tjera për ta zbutur pak atmosferën, shohim një episod mjaft interesant në takimin mes Besës dhe Beslidhjes, më falë, Erzenit dhe Mamurasit, kur futbollisti i Erzenit Pasha futet në port dhe pret edhe 11 metërshin me njëherë pasi ka veshur fanellën e portierit. Ndodh edhe kështu, Stojku. Një portier që ndoshta është më i suksesshëm në histori sepse ka pritur një 11 metësh me atë që un pash 5 sekonda pasi është futur në port. Po, me atë që jemi duke me atë që un pash un do mundohem që vitin tjetër mund t'i ofroj një kontratë. Si portier. Okej, kalojmë në grupin B, atëherë menjëherë shohim edhe grafikisht rezultatet e fiksuara në javën e 22 për grupin B. Lushnja Elbasani 2-3, Sopoti Pogradeci 0-2, Shkumbini Apolonia 1-1, Dinamo Luftëtari 0-4 dhe Butrinti Turbina 0-0. Vazhdon të kryesoj klasifikimin Luftëtari në kuotën e 55 pikëve, ndjekur nga Pogradeci me 2 pikë më pak. Apolonia 26, Lushnja 28, Shkumbini 25, Dinamo 24, 22 Sopoti 19, Elbasani Butrinti 17, Turbina në vendin e fundit me 15 pikë, pasi ja kthyer nga apeli 3 pikët e penalizimit të pësuar pas ndeshjes me Luftëtarin. Pra kemi 15 pikë Turbina që i futet plotësisht në garë për shpëtimin. Gjithsesi, folëm dhe më parë për një incident që pretendon skuadra e Sopotit se ka ndodhur përpara takimit mes Sopotit dhe Pogradecit që është luajtur në Krujë. Një incident i rëndë që sipas tyre është ndaluar nga një makinë me targa amerikane, nga një furistrad, nga e cila kanë dalë njerëz të armatosur dhe kanë kërcënuar skuadrën e Sopotit për të mos marrë rezultat në ndeshjen që do të luajë pas disa orësh. Gjithsesi, ndjekim kronikën sepse pasi është deklaruar ngjarja, është bërë kallëzim penal nga drejtuesit e Sopotit në polici. Takimi është luajtur normalisht dhe është fituar nga skuadra Pogradecit me rezultatin 0-2, rezultat për cilin edhe Kastrati këtu në studio deklaroi që skuadra e Pogradecit ishte disi më lart në nivel se sa kundërshtari. Shohim kronikën dhe kthehemi sërish në studio për diskutuar mbi atë çfarë ndodhi përpara takimit, por edhe në fushë. Pogradeci merr një rezultat shumë të rëndësishëm duke thyer me 2 gole në pjesën e parë Sopotin në takimin e luajtur në qytetin e Kryes. Skuadra e trajnerit Stojku administron në mënyrë më të mirë të mundshme një ndeshje delikate, por vetëm mënyrën se si shkuan gjërat. Sopoti ndoshta vuajti presionin e ngjarjeve para fillimit të ndeshjes, për të cilat ka bërë dhe kallëzimin penal në polici, por në fushë është vënë në vështirësi nga liçenorët që në momentet e para. Vetëm një konkluzion nga Kastrati nuk mjafton dhe në 16 Pogradeci arrin avantazhin me Mihanin. Mes fushori është preciz në goditjen e dënimit, duke surprizuar Saracin që e shet topin në rrjet. 0-1 nuk është rezultati që i shkon për shtat Sopotit dhe Çota mundohet të ndihet përpara, por nuk ka suportin e duhur nga pjesa tjetër e Libazdasve. Kjo mënyrë loje mjafton Pogradecit që të godas sërish në minutën e 26. Agasta shfrytëzon në perfeksion pasin e Mihanit dhe në një diagonalit bukur poshtë për herë të dytë Saracin. 2 gol avantazh për të besuarit e Stojkut që shkon në pushimin e lojës e qetë edhe pse Sopoti nuk është nga ato skuadra që heqin dorë. Mihani kërkon një tjetër gol me spektaklin e tij, goditjen e dënimit,
por këtë herë tentativa e mesfëshorit kalon gjitur me shtyllën, akoma përpara Pogradeci minutën e 52, kur Agastra mund të shënonte sërish. Sulmuesi kalon dhe portierin për godet jashtë me portën bosh. Kontrollon lojën deri në përfundim të ndeshjes Pogradeci, që me këtë 3 pikë vazhdon të mbajnë në presion luftetarin kryesues. Problemet tashmë për Sopotin, që nga një skuadër me pretendime është ndalur me 22 pikë, vetëm 5 pikë larg Butrintit në zonën e play-outit. Atëherë rikthehemi pak ngjarjes, Kastrati. Çfarë ndodhi konkretisht? Ne ishim nis për ndeshjen, edhe në Kruj, ku ishim në rrugë, na ndaloi një forestrat. Aty ato ishin të armatosur, e ndaluan. Na ndaluan e na thonë që na bën presion, mos më fituar ndeshjen. Kaq, pastaj shkum në ndeshje. Ju bët edhe deponimin polici për ngjarjen apo jo? Po. Bëm edhe atë për policin. Erdhi policia pastaj, edhe kështu ishte në gjë, po pastaj në fush ne kemi edhe, domethënë çunat janë 3, më shumë kemi çunat 3 edhe ishin pak ndikoi çik në ndeshje se ishin stresuar. U stresuam, u friksuam pak. Po edhe kur ongrëm 2 golat e para, domethënë ne nuk ishim akoma në ngjarje të lozim, se kur shkon për ndeshje dhe a kërkuat të mos e luanit ndeshjen, a ju shkoi në mend të mos e luanit ndeshjen? Jo, ne kishim vajtur për të fituar këtë ndeshje. Se ne jemi në zonë shumë të ftohtë tash dhe duhet të shikojmë gjithë ndeshjet 1-1. Jo, okay, në momentin që ndodhi ky incident, a ju shkoi në mendje që ta shtynit ndeshjen për të qenë në kushtet psikologjike të përshtatshme për ta përballuar ndeshjen me Pogradecin? E keni kërkuar të shtyhet ndeshja? Jo, ne lojtarë nuk e kërkuam, po unë domethënë se kam pas njerë, edhe çunat kështu mendon, domethënë se kemi pas njerë këtë gjë të ndodhi. Si na ndodhi? Ju kërcënuan me jetë? Vetëm çfarë ju thanë? Ju thanë që po fituan me Pogradecin do ju vrasim, nuk do dilni gjallë nga... Po, si bën presion, domethënë. Kështu ishin ato fjalët, edhe kur shkon për një ndeshje futboll dhe të bëjnë këto gjërat, nuk është normale, domethënë. Ne jemi nis për të luajtur futboll dhe na kërcënojnë me jetën. Okej, Stojku, sepse gishti është drejtuar drejt Pogradecit për vetë faktin se ndeshja ishte me Pogradecin. Ka ndodhur një incident tjetër gjatë paktën këtij sezoni në takimet që janë zhvilluar në Pogradec, sepse unë kujtoj që kanë ardhur dhe skuadra kanë fituar në Pogradec. Absolutisht nuk ka ndodhur asgjë, madje kanë qenë të gjitha ndeshjet fair play. Këtu duhet të theksoj që është vetë ekipi Librazhi që ka ardhur dhe ne ka marrë një barazim, një ndeshje mjaft e qetë, kështu që absolutisht në Pogradec nuk as ka ndodhur, as kanë për të ndodhur gjëra të tilla, siç thot Kastrati, por aludimet që janë e para punës një duhet të vërtetohet që është e vërtetë apo jo nga organet kompetente, sepse ne këtu jemi në institute sportive. Dhe tjetra, në qoftë se që nga e vërtet, atëherë unë mendoj që më lindë drejta, duke e ditur shumë mirë që drejtuesit e Pogradecit nuk janë atij niveli. Mund të jetë dhe një skenar vetë për të bërë në formë presioni. Presion ndaj kujt? Presion për të marrë ndeshjen. Po si të marrë ndeshje me këtë lloj presioni? Sepse kemi pa dhe njerëz që janë të dënuar nga federata për 2 vjet, kanë qenë në stadium brenda duke i thënë gjyqtarit 100 zezat. Okej, edhe kjo nuk është normale. Tani unë dhe tjetra që unë mendoj që kjo situatë ndoshta do të zbejë dhe lojën e luajtur në fushë, ku absolutisht ekipi i Pogradecit e ka merituar totalisht ndeshjen e Sopotit dhe të gjitha ndeshjet në radhë. Ky fakt është pranuar dhe nga Kastrati, por mbetet dyshimi për ndikimin psikologjik që ka patur ngjarja tek lojtarët e Sopotit. E sqarova. E para është njëra që unë nuk duket absurde, apo absolutisht distancohem, nuk diskutohet gjithë në emër të klubit nga kjo gjë nëse është e vërtetë. Por
është absurde kur ekipi Sopotit e ka kërkuar vetë ndeshjen ta luajë në Krujë. Qartë. Edhe si pas kemi dalë në kemi ne nga Pogradeci dhe kur ekipi ka qenë një natë përpara në Krujë me gjithë drejtuesit kanë qenë aty. Besar, nuk duket e pa logjikshme dhe prandaj po them, më lindë drejta ta aludoj që mund të jetë dhe një gjë për vetë. Okej, Besar, kjo lloj ngjarje të kthen vite përpara, në kohë që pas 97 ose pas 97-s jo, po edhe në 97-ën dyshoj se një 4-5 persona të armatosur të ndalojnë një ekip të futet 2 veta, një kush është fut, ka kërcënuar, po fitua do t'ju nuk dilni gjallë kështu. Kemi dëgjuar kërcënime të gjyqtarëve me pistoleta ose një personi të veçantë për të kërcënuar një skuadër e tërë. Ju do ta dini që të paktën Pogradeci si qytet nuk shquhet. Jo, se përshiva fare, unë thash ngjarjen tjetër. Për tilla situata. Më fal që ndërpreva, se do e kanë qartë gjithë. Po, një sekond. Është tjetër gjë pasaj akuzat që vinë, do e thënë, po ngjarja nëse është e vërtetë dhe unë besoj se është e vërtetë për vetë faktin se i bie pasaj të gënjen 20 lojtarë. Jo, kam përshtypjen që tu nuk ka dyshime. Jo, tu nuk ka dyshime. Atë unë thash, në qoftë se është e vërtetë, mund të jetë një skenari për vetë nga Po ata që e kanë bërë pasaj mbajnë përgjegjësi. Po gjeje pra, kush e ka bërë? Futet në burg ai që gënjen që bën deklarim të re. Po patjetër pra. Dhe nuk besoj se një njeri mund të arrijë deri në atë pikë sa të bëjë si gjithë komuniteti i sportit. Si zgjidhet kjo që është deklarimi i rreth? Kundër në mënyrë absolute. Kastrati, pas incidentit kur ata hynë në autobus dhe ju kërcënuan me jetë. Çfarë ndodhi? Zbritën qetësisht dhe ikën dhe ju vazhduat rrugën, si na trego pak dinamikën e ngjarjeve. Shiko, ishte ato edhe na bën presion, edhe ikën, vazhduan. Edhe ne pastaj mas ngjarjes shikoshim njëri tjetrin, më thënë, të habitur, çfarë po ndodh. Jo, pas ju kërcënuan dhe hipën në makinë dhe ikën vazhduan për të ngjitur lart në Krujë apo për në fushë Krujë? Për të ngjitur lart. Për të ngjitur lart. Dhe ju nuk i arritët dot. Ata ikën më shpejt. Po në kthim? Në kthim u kthim me eskortën e policisë. Po, me eskortën. Atëherë nga dikush deri në shtëpi. Një sekond, stoj këtu. Deri në shtëpi. Deri kur arritët në Tiranë? Po, afër kampit. Me eskortën e policisë? Po. Unë ndjet më të sigurt, kishit vërtet frikë se mund të ndodhte diçka edhe në kthim? Tash si dihet se ndoshta mund të fitonim ose më është një barazim, nuk i dihet pastaj si ndodhin gjërat. Nuk i dihet. Pra, ju në fush nuk është se u ndikuat nga ky incidenti. Tentuat ta luanit ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, pak fillimi, domethënë, ishte çik në mendjen tonë. Sa në kalimi e kohës, pastaj do thosh jam fush doloz. Edhe diçka tjetër që duhet sqaruar që nuk ka stadi nuk e di me sa dim informacione që kemi aq deklaratat e drejtuesve të Sopotit kanë kërkuar në të mos luhet ndeshja, kanë kontaktuar me delegati madje ka kontaktuar sipas informacioneve me drejtuesit e federatës me Ilir Shulkun dhe Ilir Shulku i ka thënë që të luhet ndeshja. Le të luhet dhe kanë vazhduar ndeshjen dhe delegati ka thënë nëse nuk hynin në ndeshje unë bisni 3-0, ju iqen dhe 3 pikët dhe kanë qenë detyruar. Po kërkesa për të është bërë te delegati ndeshjes, për të mos luajtur ndeshje. Nuk e dim nëse ne kishim tjetër hall. Po e riformuloj pyetjen. Ju mendoni se incidenti i takon pjesës Pogradecit, pra fajsoni Pogradecin, apo mund të jetë një vorbull ku përfshihet i gjithë kampionati? Nuk e di unë tash se ne jemi lojtarë, nuk merrem me këtë gjë. Tash edhe unë kam marrë në pozitë vështirë, domethënë. Unë kam shkuar po futboll dhe më kërcënojnë jetën. Qartë. Kuptoj, nuk është se është diçka normale, kuptoj. Jo, këtu s'ka asgjë normale në këtë ngjarje. Po, domethënë, tash jemi në panel sporti tash. Jo, doja t'i bëj një pyetje kësaj, duke qenë se besoni që është e vërtetë edhe unë e besoj këtë. Si ju duket që thonë të tjerët që është e dyshimt ose nuk mund të ketë ndodhur, domethënë të vjen ke ti që e ke përjetuar vetë realisht se ke qenë në autobus, tjetër punë trajneri se s'ka qenë ose zëvendës trajneri, po ti ju lojtar. Të vjen keq si ndihesh kur thonë të tjerët nuk është e vërtetë ose. Po ndjem keq, po
si ka mundësi të nginjejmë 22 veta si ishim në autobus. S'ka mundësi, 1 vet, 2 veta po, 22. Qartë. Nga ana tjetër, Stojku, të vjen keq që fitoria mjaft e rëndësishme për ju përballë Sopotit është shmangur disi në vëmendje nga ngjarja që ndodhi? Atëherë mendimi im personal është që kjo është ajo e gjitha që po ndodh, po kërkojnë të përbaltin ndeshjen tonë, por unë jam mjaft i kënaqur me ekipin, me lojën që ne kemi zhvilluar, sepse ekipi i Pogradesit po arrin të harmonizohet dhe po arrin të kapi formën e vet maksimale dhe si duket disa klubeve ndoshta nuk i pëlqen kjo punë. Kush janë klubet që nuk i pëlqen? Po ja, unë nuk dua të keq kuptohet asnjë klub. Unë absolutisht kam respekt maksimal me të gjithë klubet, në fjalë nga të gjithë klubet e futbollit shqiptar. Nuk është që kam diçka personale me një klub. Por normalisht një trajneti dhimbse të punave që bën në ekip. Kështu që unë mendoj që Pogradeci ka zhvilluar ndeshje mjaft mira dhe mendimi im është që është ekipi më i mirë i kësaj kategorie dhe është ekipi që i takon gjithet në Super League në bazë të loreve që ka zhvilluar në të gjitha ndeshjet. Ky është mendimi jot, kam përshtypjen, sepse në jo, mendimi im i bazuar, mendimi im i bazuar në lojrat që janë zhvilluar në fushë. Okej, një pyetje të fundit Kastrati përpara se të kalojmë në trenin e kronikave të tjera të grupit B. Ju keni luajtur në Pogradec, sikur se e tha dhe Stojku, keni marrë dhe pikë. Ju kërcënoi njëri kur luajtët atje? Jo. Nga kërcënoi njëri. Besar, pse mendon që mund të ndodhte pikërisht në këtë moment një kërcënim i tillë? Palët janë ndeshur edhe 2 herë tjera. Rezultatet janë ato që janë. Faktet, domethënë, ne nuk mund të vëmë gishtin te Pogradeci. Faktet janë kokëforte. Akuzat e drejtuesve të Sopotit janë për Pogradecin dhe pikërisht për këtë çështje, sepse kishti u drejtua drejt Pogradecit, ndoshta vetë për faktin sepse ishte Pogradeci në fushë. Po, jo, sigurisht. Për këtë fakt edhe që fakti që Sopoti do luante fort, domethënë do bënte ndeshjen e vet ndaj Pogradecit dhe ndoshta informacionet ishin që nuk do toleronte ose diçka e tillë. Dhe kjo i ka shtyrë drejtuesit që të vënë gishtin mbi Pogradecin. Megjithatë, nëse kushdo që ta ketë bërë qoftë Pogradeci, qoftë një ekip tjetër, kjo është një skandal i madh. Sigurisht. Domethënë është tronditse për futbollin. Jo, nga Pogradeci absolutisht sepse vetë kanë thënë që ka qenë feks verior thonë. Jo, ata që kanë kërcënuar feks verior, po, sigurisht. Por unë kjo do jetë tronditse nëse domethënë për futbollin shqiptar. Unë jam mjaft i qetë. Kushdo që ta ketë bërë, kushdo që ta ketë bërë. Jo, absolutisht po, nuk di që është fajsohet Pogradeci apo është vorbull e gjithë sistemit. Sepse pastaj nuk besoj se mund të shpiket, domethënë besueshmëria e një kampionati të tërë. Nga aty sa dikush tani të më lindi mua ideja të vetë të denoncoj në polici, shiko se Koreshi mua donte të më kërcënonte në një kohë që unë mbaj përgjegjësi penale pasaj nëse Jo, kur thua Koreshi e ma përgjegjësinë penale sepse thua Koreshi, po kur thua nuk di kush janë. Jo, pra, po bën denoncim dhe pasaj nëse del që ti ke mashtruar dhe nuk ka se mund të jetë një kamerë, për shembull, profesor mund të jetë një kamerë në atë rrugë dhe të regjistrojnë që nuk kanë qenë e vërtet i do mbash përgjegjësi penale për atë. Ish pra, prandaj të presim mirë. Jo, sigurisht të presim, nëse. Kjo pra është një çështje që ndoshta zgjidhet vetëm nga organet kompetente, sepse ne mund të flasim për atë që dhuroi fusha dhe fusha dhuroi një fitore të Pogradecit, ashtu sikur se e theksoi edhe Kastrati, ishte një rezultat i merituar për skuadrën e Stojkut. Gjithsesi, do të kalojmë tashmë menjëherë tek kronikat e tjera, sepse kemi fitoren e luftëtarit 0-4 përballë Dinamos, një ndeshje që është dominuar nga skuadra e Axhiut. Shkumbini Apolonia 1-1, një tjetër rezultat negativ për skuadrën firake që del përfundimisht nga gara, ndërkohë që Lushnja përmbys 2 golat e shënuar fillim në favor të Elbasanit, pra nga 2-0 për Lushnjë kalon në 3-2 për Elbasanin, që merr një fitore mjaft rëndësishme. Akuzohet nga trajneri i Butrintit që nuk shko më shumë se 0-0 përballë Turbinës së vendit fundit, duke lënë pra situatën mjaft problematike për të treja klubet, gjithsesi Elbasani tashmë është më i favorizuar. Ndjekim kronikat e përgatitura nga Elban Hasani, Dëfrimet Hasani, Erkan Çutra dhe Erga Krya dhe kthehemi sërish në studio.